Një muaj në nde, por dhimbja mbetet po aq e freskët. Vetvrasja e 25 vjeçares Joana Nikolli ka tronditur opinionin publik, ndërsa drejtësia ende duket e largët. E reja I dha fund jetës në banesën e saj në Tiranë, duke lënë pas një letër prekse dhe një histori që ngre pikë pyetje të forta mbi atë që e çoi drejt aktit fatal. Edhe pse autoritetet kanë shpallur në kërkim ish-bashortin e saj, Eraldo Fizzi, një muaj pas ngjarjes nuk ka asnjë gjurmë prej tij. Dyshohet se I riu ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj Joanës, deri në pikën që ajo nuk pa më rrugdalje. Shenjat e dhunës të konstatuara në trupin e saj dhe dëshmia e familjarëve forcojnë dyshimet për një histori të errët që mund të ketë përfunduar në tragjedi. Ndërsa familja kërkon drejtësi për vajzën e tyre, autori I dyshuar vijon të jetë I lirë. Policia e drejtuar nga Ilir Proda nuk arriti të bie në gjurmët e Eraldo Fizzit, teksa pritet që policët e drejtuar nga drejtori I ri, Skënder Hita, të lokalizojnë dhe të arrestojnë shkaktarin e vrasjes së Joanës, që shpirti I saj të prehet në paqe. Një muaj pas humbjes së Joana Nikollit, pyetjet mbeten pa përgjigje dhe plagët të hapura, ndërsa heshtja e mungesës së drejtësisë rëndon edhe më shumë mbi një histori që nuk duhet të harrohet.